Si lindi Super Omeri? Në kohën kur ne përjetume, vishin familjarët mi që jam rrit me ta, të më thonë, kushërina të mosh të madhe, edhe më thoshin, edhe one kam hup një fëmijë, të më thonë, 1 vjeç, kam hup një fëmijë 2 vjeç, kam hup... Deri në atë moment s'kishin folur? Absolutisht, nuk e dishim si histori jonë, po prindët e mi nuk i dishin si histori. Të më thonë, mosha shumë më të mëdha dhe nuk i dishim që ekzistojnë si histori, edhe mu më dukte e tmerrshme. Të më thonë, thosha, masi viti 2, thu ka me zgjallë onë, mas me fol, sepse e ke më të letë atë pjesën me, ose janë brezet në nyshe që unë i veja e reja lasat që më thojnë për faqen e Omerit që sini tu e lanë plagën më shnosh, dhe më thonë, jeni tu najtë vetëm aty edhe nuk ta po jesni para, vetëm tu fol. Po aty gabojnë sepse kja nuk ka plagë që shnoshet, nuk ka më shnosh në herë. Nuk shëndoshet kur.